edhe nëse ndodh ajo që nuk falet, që është tradhtia, dihet. Mua zgjidhja megjithatë nuk është ndarja dhe jam kundër ndarjes. Fëmiu është bekim edhe këtë bekim duhet të arrisim me të dy dashurit, me dashurinë e babait dhe të nënës, edhe nëse do diçka e jashtëzakonshme në një raport bashkëshortor, unë kam gjetur, si me thonë, në vetveten time një zgjidhje që ndonjëherë ja them shkodrani dhe më thotë që sa e çuditshme je. Cila është zgjidhja sipas misionit? Zgjidhja sipas meje është jeta të bëhet në një shtëpi për hir të fëmijëve. Deri në cilën pikë? Në çdo pikë. Domethënë, edhe nëse ndodh ajo që nuk falet, që është tradhtia, dihet, bashkëshortore, kjo nuk te i kalohet, dihet, as tek bashkëshortja, as tek bashkëshortja. Raporti mund të mos ekzistojë më, po themi burr, grua në aspektin intim, por raporti tjetër i bashkëpunimit për hir të fëmijëve duhet të ekzistojë domosdoshmërisht dhe pse të mos ekzistojë në një shtëpi, me një marrëveshje për hir të atyre fëmijëve, pa zhurma, pa kacafytje, sepse zhurma, kacafytjet reflekton domosdoshmërisht tek fëmijët. Madje edhe momentet tona kur ne jemi mirë, ata e vrejnë. Kështu që është mirë kur dalim prej punës t'i lejmë krejt çka kemi në punë, që me ta t'jemi me ta, dhe jo me hallet tona, sepse në fund të fundit ata nuk na kanë faj as për dinamikën e jetës, as për hallet të cilat i kemi në përditshmëri. Kështu që për mua zgjidhja megjithatë nuk është ndarja dhe jam kundër ndarjes. Megjithatë konsideroj se gjyshët tona, nënat tona, po flas në përgjithësi, kanë duruar shumë. E kanë ruajtur familjen të bashkuar, unike. Nuk ka qenë lehtë për një nën të rrisë fëmijët e vetme me një burr në mërgim i cili ka një herë në 2 vjet. Nuk ka qenë lehtë për një nën e cila ka patur bashkëshorti në ushtri, dikur kur i kanë marrë në kohën e nizamve, që si kanë pa 7 vjet, e ndoshta kur. Pra, kanë vdekur në zona lufte. Nuk ka qenë lehtë për një 20 vjeçare, 21, 22 vjeçare, të ngelet me 3-4 fëmijë, pa bashkëshort, gjithashtu të vrarë në luftë. Po ju do të thoni, po motivin e ka pas shumë të madh. Po pse mos me gjetë këtë motiv edhe në këtë liri të Kosovës, me i thonë vetës, prit se dikush ka sakrifiku shumë që këtë familje me mbajt bashkë dhe unike. Dhe në fundit, familja shtylla e kombit. Kjo familje na ka mbajt shqiptar, na ka mbajt gjallë, na ka mbajt unik, të bashkuar, dhe mendoj që nana është ajo heroina e ditëve të dikurshme dhe ditëve të sotme. Nëna është ajo e cila orienton edhe mban bashkë familjen, edhe në këtë aspekt mendoj që duhet me dhanë kontribut shumë të madh nënat,